Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas ndarjes nga Sara, reagon për herë të parë Ledioni. Ish banorit i Bigut Xumallushi trazoi rjetin me një deklaratë papritur dhe thumbues ndaj moderatorit e njohur Ledion Liço. Në një video të postuar në rrjetet sociale, Xumi u shpreh që tani që u nda nga gruaja, me çfarë lekësh do të jetojë. Përmes kësaj deklarate, ai la të kuptohet se Ledioni dhe bashkëshortja e tij Sara Hoxha mund t'i kenë ndarë rrugët. Megjithatë, vetë Ledioni nuk ka reaguar publikisht ndaj komenteve të Xumit, por ka zgjedhur një mënyrë tjetër për të reaguar, duke publikuar një foto të lumtur bashkë me Sarën.